Ani mend se çfarë bëri Luis Enrique me Safonov në ndeshje kundër përsëriti sot një tjetër skem geniale. Ky njeri Luis Enrique është thjesht për të hequr kapelen, është i çmendur për detaje. Shikoni pak se çfarë bëri sot. Fitoi titullin e dytë radhasit të Champions League me PSG-n dhe kanë nxjerrë një genialitet. Siç ndodhi kundër Bayernit, kur Sofanovi u duk në pamje të parë që po gabonte çdo top sepse nuk ishte i aftë për ta çuar atje ku duhej, por më pas doli se kjo ishte skema e Luis Enriquez, në mënyrë që ky njeri ta dërgonte topin jashtë dhe Olise më pas të mos kishte asnjë shans për të hyrë në sulme të frikshme, pasi e gjithë zona do të ishte një presim të lartë. Kështu ndodhi edhe sot. Ju gjithë mendoni se PSG ka fituar pa portier, se portieri i Arsenalit e fitoi duelin direkt me portierin e PSG-s, por në fakt e keni gabim. Sot në statistika është Arsenali që ka gabuar 2 penallti, por në të vërtetë është portieri i PSG-s që ka fituar 2 penallti, që ka pritur 2 penallti, dhe kjo në sajt të Luis Enriquez. Shikoni vetëm pak me vëmendje. Sa penalltit që ka realizuar Arsenali, në 3 të cilat ishin gol dhe 2 të cilat topi doli jashtë, është portieri i PSG-s që bën të jetë lëvizje dhe çdo gjë nisi që përpara ekzekutimit të penalltive. Nëse në stafin e Arsenalit që po merreshin me portierin e tyre, kamera deportonte lehtësisht në krahun e PSG-s, kamera nuk deponte dot sepse ishin 2 anëtar të stafit të PSG-s, të cilët ishin të ngritur duke mos e lejuar një gjë të tillë, sepse Luis Enrique nuk i lejon asgjë rastësisë. Në e penalltive duke sikur Safonov ishte me kovones, sigurisht tërësisht jashtë loje dhe duke sikur lojtarët e Arsenalit e kishin fare të lehtë shënonin gol kundër tij. Por në fakt ai është i kompjuter i koduar nga Luis Enrique dhe kishte marrë urdhra nga Luis Enrique. Nuk duhej të hidhej në asnjë moment. Nëse portieri i Arsenalit po bënte hedhje klasike, i kishin studiuar të Arsenali penalltit që më herët dhe më pas ai po zillte krahun që po hidhej përpara kohe duke u bazuar në statistikat e mparshme, me portierin e PSG-s ka ndodhur e kundërta. Ai nuk u hodh në asnjë moment. Në të 5 penalltit ka qëndruar në vend deri në fund dhe është hedhur në një moment të fundit kur lojtari i Arsenalit e kishte gjuetur penalltin dhe i ka dalë 3 herë përsimbari. Në momentin e goditur nga Eze. Eze kërkoi një penallti të gjuetur të stilit Jorginho, priti deri në fund, kërkoi të luante deri në fund me Safonov, duke kërkuar që ai të hidhej në krah për ta çuar topin në krahun tjetër dhe Safonov nuk lëvizi nga vendi. Qëndroi në vend deri në fund dhe kështu njeriu që u hutua ishte vet Eze, ishte vet lojtari i Arsenalit. Dhe topi shkoi jashtë. Dhe njëjta gjë u ndodhi edhe me Gabriel. Gabriel ndoshta jo me atë hezitimin e Ezes, deri në fund në sy portierin e PSG-s duke kërkuar një farë presioni dhe duke parë se ku do të shkonte dhe Safonov qëndroi po në vend deri në fund deri në momentin që do të vinte goditja dhe më pas u hodh. Kjo e ka shpërqendruar dhe Gabrielin i cili sërish goditi jashtë. Dhe rasti i tretë ishte i Raisit. Dhe me Raisin ishte po njëjta gjë. Rais kërkoi shikimin me sy deri në fund me portierin e PSG-s, ai qëndroi në vend deri në fund dhe Rais për pak e ka gabuar penalltin. I shkoi shumë afër edhe pritjes së kësaj penalltie. Dhe në 2 rastet e vetme ku goli ishte shumë i lehtë për Arsenalin, ishte me Martinellin edhe me Gyökeres, të cilët nuk e pan në sy portierin e PSG-s dhe gjuajtën me potencë, ndërsa në 3 rastet e tjera ku lojtarët e Arsenalit kërkuan shikimin në sy me Safonov, Safonov ka pritur 2 prej tyre